6 vite më parë, bazuar në disa mesazhe të gjetura vite më vonë në celularin e një ish drejtori. Dhe mbi këtë fakt, ende krejt të pahetuar aso kohë, por si rëndom të servir më parë përmes korrierësh që hynë e dalin të kuzhina e stacionit trenit, si gjellë qensh, në 700 tenxheret e gjyqit politik dhe mediatik, u vendos fillimisht me një turavrap të pakuptueshëm nga prokurori dhe gjykatësi i seancës paraprake, pezullimi i antares së kabinetit qeveritar. Një masë absurde që siç e kemi shpjeguar më parë, pezulloi faktikisht funksionin, jo thjesht personin.